kam fal istikhare për martesë, për jam prap shumë në dyshim. Si ta kuptoj përgjigjen e duas? Fal prap istikhare namaz. Fal prap. Në çdo 4-5 ditë një javë, ose kur të vinë një ofertë, fal një herë, mas 3-4 ditë fal prap. Bile s'pakuja 3 herë në çdo 4-5 ditë ose një javë fal. Pastaj nëse nuk mbushet mendja fare, atëherë jep përgjigjen negative, thuaj ju për çat rast. Se përderisa nuk të shmush mendja pozitiv, po ke qëndru me të njëjtat dyshime, kjo jep me kuptu se jetu anu ka përgjigje negative. E kuptove? Dhe më thonë një 3 herë fal namaz, parafërsisht për të njëjtin rast. Mas 3 herë thuaj ju, nëse s'të shmush mendja fare. Pastaj rasti tjetër kur të vjen, prap fal namaz istikhare 2 herë, 3 herë, e kështu me radhë, po jo çdo ditë. Në 3-4 ditë, eventualisht një javë, faleni namaz. Kështu pastaj kapot anon zemra. Nëse fare s'ka lëviz zemra, ka mbet me të njëjtat dyshime, atëherë refuzoje si rast.